إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. Fillimisht e falënderojmë Allahun subhanahu wa taala, ashtu siç ka madhërisë e tij. Dërgojmë salavatet dhe selame për të dashurin tonë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, për familjen e tij të ndershme, për shokët e tij besnik dhe për gjithë ata të cilët e ndjekën rrugën e këtij pejgamberi deri në ditën e gjykimit. Dhe së dashur, jemi në prag të muajit të Ramazanit. Është një muaj ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar që hapën dytë e xhenetit, mbyllën dytë e xhehenemit, prangosen shejtant. Këtë është një muaj veçantë. Muslimani këtë muaj e veçon me disa ibadete që si ka bërë gjatë tërë vitit. Në Ramazan i ban disa adhurime, shtesë që si ka bërë gjatë tërë vitit. Ajo që është më kryesorën që e ban muslimani në muajin e Ramazanit është farzi i agjerimit të muajit Ramazan. Me mbajt Ramazan, çka i bje? Me agjeru, çka i bje? I bje me lanë hajen, pijen, marrëdhëniet intime, prej imsakit deri në akşam. Çka është agjerimi që është fars, është obligim për çdo musliman. Por ai i cili është i sëmur, ai duhet që ka menstruacione, ajo e ka fars me e kompenzu pas Ramazanit. Kështu që më thonë nuk lihet agjerimi këtij Ramazan. Qoftë ajo në këtë muaj, apo dush ta kompenzojsh pas muajit të Ramazanit. Kjo çështje që është obligim, që është fars, Allahu subhanahu wa taala ka përmendur në Kur'an, në surën Bekare thotë Allahu subhanahu wa taala: "Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun." O ju që besuat, Allahu neve për na drejtohet dhe thotë: o ju që besuat, kutiba alaykum. Kutiba, nëse përkthejmë gjithsesi i bie është shkruajt, është regjistruar. Po ulemat kanë thonë, kutiba e ka kuptimin, është bo fars. Kutiba alaykumus siyam, ju është bo fars juve agjerimi në muajin e Ramazanit. Ashtu siç ishte bërë më herët tek popujt më herët ishte qenë fars muaji i Ramazanit. Pse o Zot? La'allakum tattaqun, që ju të bëheni më të devotshëm, të bëheni më takva, të bëheni më respektues ndaj Zotit. E kështu me radhë. Pra nga kjo ajet kuptojmë që muaji i Ramazanit, me agjeru muajin e Ramazanit është fars, është obligim i prerë. Pejgamberi sa thotë në një hadith, bunyal islamu ala khams. Islami është ndërtuar mbi 5 shtylla. Shahadati an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakat wa hajjil bayti wa sawmi Ramadan. Ka thonë pejgamberi selam, Islami është ndërtuar mbi 5 shtylla. Shahadetin e Allahut subhanahu wa taala, shahadetin e pejgamberit alayhis salam. Thotë sa namazi, dhënia e zakatit, shkura në hax dhe agjerimi i muajit Ramazan. Edhe kjo hadith na tregon neve që me agjerun këtë muaj është prej farzeve, është bile prej shtyllave të Islamit, prej obligimeve të mëdha. Që të më pas kujdes në këtë muaj ta veçojmë me ibadetin e agjerimit. Po dhe së dashur, a është bë vetëm me lënë hajen, pijen, marrëdhëniet intime me njerë për Allah, edhe ne me bë 100 punë tjera të këqija? Do t'i përmendë këtë hutbe disa edukata që duhet i ketë parasysh ai që mba Ramazan. Ne që agjerojmë muajin e Ramazanit duhet me ndryshu në disa punë. Disa vepra duhet me qitë në terezi. Do të mundu në këtë hutbe inshallah me e Zotit, mi përmend disa histori, disa edukata që duhet i ketë parasysh ai që agjeron në këtë muaj. E para prej tyre që është më kryesorja dhe së dashur në këtë muaj, nëse i kemi bërë do gjunahe, me i lanë ato gjunahe. Nëse nuk i kemi kri disa farze, në këtë muaj me i kri këto farzet. Rëndë parën gjunaj më i madhë, me i lanë namazin. Gjithashtu rejna, mashtrimet, e lloj gjunahe qera, në këtë muaj të Ramazanit, leni këta gjunahe. Se Allah, që ka tha pak më herët? La'allakum tattaqun. Dhe bëna obligim agjerimi që të bëni më takva, më të devotshëm. Nëse nuk i lami gjunahet, kjo i bje që
se kemi respektu urdhën e Zotit, se kemi kuptu ursinë e agjerimit, që ne u deshka me i lënë do gjunahe. Për ta si më thonë, më pëlqen njëri prej e pa të taku një musliman, pa thonën mujnë në Ramazan, thotë, unë e pi alkoholin, për kur vjen Ramazani e lo. Edhe pse është gjuna i madh me pi jashtë Ramazanit, por ky respekt i Ramazanit është shumë i qelluar. Kut me konë muslimane, nëse i bo do gabimi jashtë Ramazan, mësoj e vetin, edukoj e vetin që mes mi bo ata gjunahe gjatë muajit Ramazanit. Gjithashtu për mësën thotë një hadith, men lem yada qawla az-zuri wal amala bih, falaysa lillahi hajatun an yada ta'amahu wa sharabahu. Përsa ka thonën, ai i cili nuk e le rrejnën dhe vepra sipas rrejnës, Allah nuk ka nevojë ta lësh vetin unët, pa ujë e pa bukë. Për që më thonë Zoti përmes agjerimit, neve do bëna çu dikun tjetër. Bëhemi më të devotshëm, më respektuar ndaj Zotit. Për që mund ta kemi parasysh, kjo është edukata e parë që muslimani gjatë Ramazanit e kilon hajin, e kilon pijen, nuk ka marrëdhënien tim, por largoha harameve. Respektoj urdhën e Zotit, se kjo është një shenjë edhe që Allah të ka planuar muajin e Ramazanit. Edukata e dytë së dashur, muajin e Ramazanit kemi një ibadet të veçantë që është falja e namazit të taravive. Në këtë muaj të Ramazanit, si falet jacia, muslimani është për sunetit, është vepër shumë e dashur dhe Allahu me i falë, bashkarisht me imami mi falën 20 rekate. Edhe më bëj sabër me me imami deri në fund. Nga se thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, men qama Ramadane imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kush e fal namazin e taravis me iman dhe me shpresë, i falen gjunat e kalume. Shikoni çfarë shpërblim mdoja kush falet me iman. Thotë në një hadith Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, inna ar-rajula idha salla ma imamihi hatta yansarif husiba lahu qiyamu layla. Ai si falet bashkë me imamin prej fillimit deri në fund, i shkruhet si mu fal tërë natën. E kam livrete për xhamatin që dalin mas 4 recateve, mas 8-ve, mas 12-ve, dalin pi xhamisë. Ku kemi shtuar? Nata e gjatë, shfryzojmë momentet e Ramazanit, për ditë e Ramazanit, se kalojnë, ndoshta për la emrimin vitin tjetër. Që shfryzojmë, më thonë, këtë muaj të Ramazanit me namazin e taravis. Kjo është një këshill dhe një edukat e dytë në këtë muaj të Ramazanit. Këshilla e tretë, edukata e tretë gjatë muajit të Ramazanit dhe së dashur, është të ngrihemi në sifir. E jo të ngrihemi vetë, ta zgjidhemi dhe familjen. Edhe nëse fëmia nuk marr Ramazan, thirrë në sifir. Ai të hajnë bashkë, ta bëna sifirin se është bereqet dhe i mbet fëmijës në krije, që është një adhurim në këtë muaj, që u niska me sabat dhe kryet në akşam. Ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi për sifirin, tasahharu fa inna fi as-sahuri baraka. Ka thonë selam, bëni sifir, çoni dhe bëni sifir, se në sifir ka bereqet. Bereqet e kur çomi, edhe nëse nuk ha, çomi më thonë, pi vetëm ujë, por mëse hikët bereqet e Zotit subhanahu wa taala. Pra më thonë edukata tjetër, të zgjohemi për sifir dhe të zgjojmë anëtarët e tonë, me qëllim që me marrë bereqet e Zotit subhanahu wa taala. Gjithashtu për edukatës tjetër dhe së dashur, është kur ti e vakti akşamit, me shpejtu iftarin. Se ka thonë me një hadith, la yazalu nasu bi khairin ma ajjalu al-fitr. Vazhdojnë njerëzit në rrugën e hajrit përderisa shpejtojnë iftarin. Nuk është mirë me vanu iftarin. Se më ata gra që përgatitin ushqimin, e bëjnë bukën hazër, ata këtë japin me hangër, vetë nuk hajnë. Jo, edhe ata du të me hangër. Du të më ullën me qeli iftar, nga se këtu është hajri. Pse? Duhesh me thonë, hoqë, pse me shpejtu? Se është me thonë përgjigjen ndaj urdhit Zotit. Se Zoti po tash hanë. Ti bosh i gatshëm me prish agjerimin, me çun vend urdhën e Zotit subhanahu wa taala. Gjithashtu më thonë, është për shenjave të mira, është edukat që vjen një herë ta çelish iftarin. Kjo është edukata e katërt. Edukata e pestë me radhën së dashur, muajin e Ramazanit është mirë të bëjmë më shpesh dua, lutje. Sa është muaj i veçantë ku Allah subhanahu wa taala i pranon duat e tona. Pejgamberi sa thot me një hadith, thalathatun la turadu da'watuhum, thot me as-sa'imu hatta yuftir ose hina yuftir. Pejgamberi thot 3 personave, Allah nuk ja kthen prap lutjet. I pari për tjetër për selam agjërua si kur ban iftar.
Me një transmetim ka thonën gjatë agjerimit, kjo i bie tërë ditën, nëse bën dua, duaja jote është e veçantë muajin e Ramazanit. Që është mirë, mas e fal drekën, pas drekës, pas i këndije, pas çdo kohë që ti vet mundësia me bë dua, bën dua. Se në muajin e Ramazanit duat, më thonë, përmendin lutje prindërit tu, familjet tu, ata që kanë vdekë, ata që janë gjallë, ata që janë të sëmuar, bën dua. Ndoshta dua jote bëhet sebeb që dikush, më thonë, i pranohet lutja dhe shpëton në këtë dunjë dhe botën tjetër. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na ka mësuar në edukata tjetër me radhë, është që me çel iftar me disa hurma. Është personel, është histori e muslimanit. Muajin Ramazan me çel iftarin me disa humra, ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Men wajada tamratan falyuftir alayh." Kush ka ndonjëri nga ju hurma të shtëpia në çel iftar, po s'kam hoqë hurma të shtëpia, çfarë bëj? Ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Wa man la yuftir ala al-ma." Kush nuk ka, më thonë që hurma që me bëj iftar, atër në të prish agjerimin me ujë. Pra, kjo është një edukat, kjo është studi, më thonë, që ne duhet të studisemi në këtë muaj të Ramazanit. Edukata tjetër me radhë dhe se dashur, që është një dukuri shumë e mirë, edhe tek ne kohët e fundit është praktiku bajgi, po ndoshta vitet e fundit është ndalë. Është çështja me u dhënë njerëzve iftar, me u dhënë njerëzve ushqim. Me thirr akraban, me thirr babën, vllajën, motrën, me thirr akrabat. Nga se më dha ai që jep dikuj iftar, a dini sa sevap e ka. Pejgamberi sa thotë në një hadith, "Men fattara sa'iman kana lahu mithla ajri." Kush jep ndonjëri nga ju iftar dikujt që ka mbajtur Ramazan, e ka sevapin atij. Nëse ai person që ka mbajtur Ramazan i ka marrë po themi 1000 sevape. Ti vetë që i dhon iftar, edhe 1000 merr edhe ti. Që ke shtuar një iftar të shtëpia jote dhe ke nderuar personin që ka haxhëruar. Që është mirë, është sunet, është një vepër e pëlqyeshme që ne gjatë Ramazanit mundohemi të japim njerëzve ushqim. Ka se më thonë bajgi se vapën e këtë vepër. Gjithashtu të dashur, edukata tjetër me radhë është që ne në këtë muaj të Ramazanit të shpeshtojmë disa vepra. Cilat janë ata? E para për tyre që du të më veçu këtij muaj Ramazan është shpeshtimi i leximit të Kuranit. Du të më dallu këtij muaj Ramazanit tek besimtarët me leximin e Kuranit. Saqë Allah ka thënë në Kur'an këtë muaj, "Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran." Është këtij muaj Ramazan, është këtë muaj ka zbrit Kurani. Bilal Xhibrili alayhis salam bashkë me pejgamberin e lexonte e bonte hat me Kur'anin në muajin e Ramazanit. Gjitha këta tregojnë që muslimani duhet ta veçon këtë muaj me agjerim, me lexim të Kur'anit. Pejgamberi sa thotë në një hadith, "As-siyam wal-Qur'anu yashfa'an al-'abd yawm al-qiyamah." Agjerimi dhe Kur'ani do të bëjnë shefaat ditën e Kiametit për besimtarin. E ka përmend agjerimin dhe Kur'anin. Kjo tregon që ka lidhshmëri të madhe agjerimi me Kur'anin. Muslimani duhet ta veçon këtë muaj me leximin. Po nuk di me lexu. Banja vetës kusht këtë muaj ka mësuar leximin e Kur'anit. Po se ne mësoj Kur'anin, edukoj vetëm me ndëgju Kur'an. Elhamdulillah këtë mira që kemi, internetin e kena, shlo lexo Kur'an. Këtë mas pak të banë e këtë muaj të Ramazan, nga se është muaj ku muslimani më duhet ta veçon me lexim Kur'an. Gjithashtu përreva që veçohet në këtë muaj është që ne me konë ma dorëdhant, me shpenzu ma shumë. Thot me një hadith, tregon sahabët për pejgamberin alayhis salam, që në muajin e Ramazanit u ka vërejtë të pejgamberi alayhis salam, u ka shumë dorëdhant. Thot Ibn Abbasi, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ajwad an-nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Ibn Abbasi, ishte shumë bujar, edhe jashtë Ramazanit, por kur vinte muaji Ramazanit ishte edhe më bujar. Edhe më tepër bënte harxhime, edhe shpenzonte, më thonë, që me marrë sevap, nga se është muaj i veçantë. Ku muaji më është një muaj që e dallojmë me vepra të mira. Gjithashtu këtë muaj të Ramazanit dhe së dashur, atë si ka mundësi, është mirë dhe sevap i madh me bën një umre në muajin e Ramazanit. Pejgamberi sa thotë në një hadith për umrën e Ramazanit, fa inna umratan fihi ta'dilu hajjah. Umra që bëhet në muajin e Ramazanit është e barabartë me haxhin, është e barabartë me një haxh. Me një hadith ka thonë hajjatun ma'i, e ka sevap sikur me bën bashkë me mua haxhin. Kush e bën një umre gjatë Ramazanit, kush ka rendër, Allah të ka thonë pasuri,
ka dhënë pare, mos i këshill diku i shku me shetit, por shko, bane një umre gjatë muajit Ramazanit. Se ka se vapin shumë të madh si një haxh. Ose një haxh me pejgamberin alayhis salam. Pra është një vepër e veçantë. Dhe më në fund të dashur, prej veçorive, prej edukatës muslimon në Ramazan është që dheshin e fundit mundohesh ta ripish natën e Kadrit. Me punë të mira, me dua, me istighfar. Nëse duhet edhe itikafi, çdo vepër më shumë dua, me rip natën e Kadrit. Se për nësa thotë me një hadith, të hajjeru lejlet e Kadri fil ashr awakhir min Ramadan. Lipni natën e Kadrit në dhecën e fundit të Ramazanit. Lipni për të përmesa. Kështë ne duhet me lip. E si lipë kjo natë, mundosh ta mushish me ibadete këta 10 natë e fundit të Ramazanit. Edhe kjo është një histori e veçantë. Nata e Kadrit ka të sevapët e vejta, është përmitë mdoja, muslimoni këtë natë e lip me këta adhurime. Nga se përnësën thotë një hadith, men kame lejlet e Kadri imanen wa ihtisaben, gufira lehu ma të kadri min dhenbi, kush falet në natën e Kadrit, i falen gjënat e kalume. Pra më dëni çfarë vlerë madhe me të falë natën e Kadrit gjitha gjënat e kalume. E lusim Allah subhanahu që Zoti na jap shëndet, ta arrijmë muajin Ramazanit, ta xhërojmë edhe të stolismi me këta vepra që i përmendëm që janë me vlera të mëdha. Wa aqulu ma tasma'un wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.